për djeni unë vesim në Strasburg dhe të shku dhe i të gjykota aty, për punë të mi jakë djetë, por ajo të ka unë përmëndoj është suksesi janë maj madhe u konë kur ne i ke pranu, që i kemë detyru një përmjërë e falë normal edhe tomës, që ata të pranojnë që dokumentet e tyne, sepse fatkesisht vjen shumë kesë, na edhe mi përkull që është jemi ranë kur, që s'podim shka me bu, që është jënë dokumente falë, që është i ka maru organizata vetë, kështu që suksesi porën, mendoj që ka qenë ku i pranojnë, ata pranojnë që dokumentet e tyne. E para që vinë për Serbia dhe për atyne, dhe dyta që ajo që ka të përshka ndërtu, gjoja prasit që do t'i prodhë dokumentet, do t'ke qasët dokumenta, ajo të regoj që pikrisht pej zyre në ju ka ndohet dokumentet. Pra ndojnë mendoj që këtër konë dy fitore për diskreditim, në shtatë pa që të lëmë tonë, po që jënë diskreditu ata vetë me punën e regullat që ata për ata arsye informu. E dyta orë të stakë, Toma dhe Faton Klinok, ku kanë qenë dy të akuzuet e mundshëm në grupin tonë, që pastaj që ata ka ndosh me përsti, që pastaj shqyqër fatë në shqyqër të bu vetëm në dy. E treta, që kom vra e kom thonë, ato e mëna edhe sot prapi kërkoj falë, edhe poplit edhe familjes që s'kom ujtë ma shumë. Kështë nuk i të rejek në ato atë, sot as nesër as kur. Por, ajo që unë menoj, në këtë gjykat, unë menoj që opinionit do të më fjellë njerë për gjithmonë, është të vërtet që parlamenti janë e ka votu, por parlamenti janë nuk është duk, dhe parlamenti ekziston dhe parlamenti mund t'i përmesoj gabimet, shumë i këta po deklarohen që o bo gabim, shumë mirë nësë o bo gabim, takor, atër ta shbojmë gabime dhe atër të bojmë ato që ka mundshme. Gabimi është bërë dhe besoj... Jo me shboj gjykat, se tarë për nga bojnë që kur nga përlypi me shboj gjykat, jo me shboj gjykat, me evidentu gabimet dhe shkelet që po bojnë për ditë, para drejtat themelore njerëzore që po shkelin aty, drejtat juridike, ku të regojnë dhe diska, për këthimin në gjuhën Shqipe, asë njëherë para 4 mujve, 5 mujve, kletav nuk u vjen aty. Dhe të dini, kjo është shkelje vazhdueshme që bëhet. Asë një akuzun aty, në gjuhën e vetantarë dhe pse ka të grantune, nuk i shkon asë përkëthimi, asë procesi gjyqësor i përkëthyr para 4 vite. Do dhe gjithmonë aty në ju interpretohet, ai procesi ju interpretohet përmes përkëthyzëve të avokatit që është në fundet dhe kështë detyrë mu bo ma shtanej. Kështu që nuk e kanë përpara ata lexuar me studiuar. Po ju duhet avokatëve ju merr kohë edhe një pjesë ekstra të kohës ty në vend se të merren me mbrojtjen ju merr kohë vetëm me sqarimin e akt akuzave. Tashun e di se dikur thotë pse s'di në anglisht. Nuk mjafton me di ka shqip është ato problemi kuptu lojnë atë që i bojnë ata në tekste e në tekste. Prandaj ne po them vazhdimisht aty shkelën e drejtat e të pandehurit. Vazhdimisht. Për ta lidhur me këtë, edhe më herët, para pak muajsh, një grup i gazetare nga Kosova që kanë qenë, pikërisht dhe kolegu Inar Simlani ishte këtu për të folur, se sa padrejtësi bëhen atje, se sa vështirë kanë familjarët që shkojnë për t'i takuar, kështu që natyrisht e kuptojmë edhe këtë pjesë, kemi folur shumë edhe për këtë pjesë. Ride, ndoshta për dëshmitarët edhe për numrin që ka qenë drejtash ose në përgjithësi nga këndi jo. U tham për gabimet që janë bërë, por dëmet që i ka shkaktuar Kosovës kjo gjykat. Dhe me pas kalojmë tek numri dëshmitarëve. Të ngjatë Haradinaj, Ridhjem Berisha gazetarit, si e? Mirë përshëndetje po, përshëndetje përshëndetje edhe të shokë mrena që janë atje, nese ndinë këtë emision. Po. Haradinaj, ju keni denoncu një numër të madh të shkeljeve drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Shtyll kjo mbi cilën sot ekziston në Republika e Kosovës me trekush 2015 e barti këtë sovranitet tek të një jurisdikcion formalisht i Kosovës, praktikisht është totalisht jashtë randit kushtetues juridik të Kosovës, Haradinaj. Ju keni thënë në intervistë për mua se po të më vinin dhe dokumentet të tjera, do t'i botoja pa asnjë hezitim. Dhe po ashtu keni thënë se ata që i kanë sjell dokumentet ta dini që janë heroj të këtij vendi. Po, eksakt. Po? Por, më të harrojmë, nëse ne kështu e këshyrim, sakt, unë mendoj që njerëz më të devotshëm me mbrojtje që kanë janë ata persona që janë aty, por a ka pas nevojë më bo kjo? Jo,
jo në këtë formë që është ndrejt qatjet prokuroria, sepse dihet ajo gjykata për mu për transplant organe, e për diçka krejt tjetër që mund nuk është në elementi aktakusis. E dyta, që kjo prokurori dhe qaj gjysur nuk janë mo, ai nuk është arbitër, ajo pal me prokurorin, besoni ple, është pal me prokurorin dhe unë besoj, jo juve që një njështë profesionalista, po dhe njështë të thjesht mua kanë kuptu. Dhe treta, të shtjelet e drejta elementare njerëzore, ma të pari vizita. Njëkor nuk mundet më morë masa disciplinore, asë drastike të njerëzë mjë të dalu vizita, ose biseda, ose mjë përgju biseda me fëmi minorent. Me fëmi të mitër, me fëmi 12 vjeç, me fëmi 13 vjeç. E treta, po ju garantoj se dhe në linjët që ke pas në gjëja te privilegjura që në qut që ke pas me avokatin, që nuk gutën a priori ato mingu, edhe ato e në përgju. Edhe ato e në përgju bisedat mes me avokatët dhe mes klientë dhe avokatët. Me qënë se po folmi Haradinaj. Tjetër që ata në shefin, po që është e drejtë e shkelje. Haradinaj, me qënë se po folmi shkurt për shkelje drejta themelore të lirive të njerijut. Çfarë do të mund bënte shteti Kosovës në këtë rast, në gjykimin tuaj? Shteti Kosovës mua m'ja kanon financat edhe avokatit ta më prandajmë sot në Strasburg me i nërshku ato që i kanë pranuar. Kështu që unë po të thomë, edhe drejtat financët të rrëdhumit me ligj janë definu atëherë, ata financat i kanë sankcionu. Sa të që dikuj duket të mëdha, e unë po thëmë janë të fakta, prapë se prapë, edhe ato i kanë sankcionu dhe i kanë zbërdu. Avokat janë në vullnetare më ka bëha ankese. Zotri Haradinaj, ju thaj që po shkoni në hatë, që dojnë me në animu këtë proces. Prandaj, po thëmë që une edhe po të shohën atat 4 sot, edhe po të byllët kjo gjykatë sot, unë luftën teme për padrejtësit që mu kanë bu mu, unë do të vazhdoj këtë në Strasburg. Zotri Haradinaj, apo përgajtisni të një pardin? Apo përgajtisni të një pardin lidhja me financat dhe këto që... Se kjo, unë e pardin nuk më i bëj se a i shteti, sa për financat, shteti dhe i ka bo shteti edhe më i hek, unë shkom ata kanë punit hek që më hek, super hek edhe lisin për veteran. Po unë e më ka plasë që të rëgjohë, unë kom luft për shtetin tamë, unë kom luft me ato që për përmend shtetin tamë, edhe për ditë po më dënën kufish dënor të ki shteti dhe vetë shtetin tamë. Dënimi aty në djema atje, është dënimi luftës, që besej pajtojtë të toma, o dënimi vetë për thonë më suqikes, është dënim i themelër të shtetërisë Kosovë. Po cilë është plani jëtë? Unë nuk kom emna, niko, ata e emna, po për mund nuk jetë emna individesh. Aty është ka dënohet baza dhe fundamenti i shtetit tonë. Po, do të flasim për shtetin, do të flasim tani çka po bën. A na e dim që në nenin net ligjit për gjykatën speciale, krejtësisht ka qenë një situatë shumë e thjeshtë, shumë e lehtë për ta kuptuar deputet e atëhershëm. Unë e di që nuk e di çka do të thonë. Po këto je ka përmend që s'di sa vjetë e ka përmend, unë mendoj nuk do të bukoqit që do të e pro, aja profesor që ushin rëgdin. Je ka di, ne do të qka betutje. Qka betutje? Matutje... Ajo që bo, ajo bo. Matutje besoj që... Mundën me në thonë, o bo, kjo dhe nash për levizim. Kemi detyra me leviz. Po, unë e pëta sharoj që do të me bo matutje. Matutje duhet të faktikisht që t'i ofruat çdo lloj ndihme juridike apo çfarë do që duhet, logjistike, vetëm për në shërbim të mbrojtjes së secilit që është në gjykatën speciale. Po unë veç e thash, unë ndoshta diçka tjetër me thonë, që nuk është dashur fare me Ministri i Drejtësisë brenda në burg, tonë, niko. Se ti din që janë gjore, na kanë preventu prej Ministrit të Drejtësisë do ta bënë ato, do të bëj sipas, po janë dalë fjalë shterka, o tonë. Jo, okej, por tjetër me bo. Pesqarojnë një strategji tjetër që ndoshta edhe nuk është vonë, me qenë se ende gjykimi nuk ka përfunduar sa i përket zotërisë dhe të tjerëve, ata duhet me bashkëpunu me avokat Kosovës, me shqiptar të Kosovës, sepse pa marrë parasysh. Po nuk e në avokat të Kosovës me bashkëpunu. Po ta sqarojnë asim se jenë Franca, jenë Strasburg. Ata besoj që ekipi i avokat e huj,
ata i quajnë dënë ndërkombëtar, unë i quaj veç huj, duhet ata me identifiku avokat, pa marrë parasysh që janë apo nuk janë të regjistruar në gjykatën speciale, që me ta me bashkëpunu, sepse vetëm kështu mundet në ardhur deri te rezultati, sa i përket për shembull interpretimit të ligjeve ndërkombëtare për çështje të krimeve të luftës, krime kundër njerëzimit, ata kushtimisht po them mund të jenë teorikisht më të mirë se na shqiptar, që besoj që jo, po sa i përket gjendjes faktike, unë gjitha rastet ku kam qenë në tribunalin e Hagës për ish Jugosllavin, ata shumica e avokatëve lidhje nuk kanë pas me çka ka ndodhur në Kosovë, as nuk i kanë ditë çfarë është puna e Radoniçit, kush e ka kontrollu, që ka dalë që i kanë kontrollu serb, ushtria serbe, kanë pas armë të njëjta, ata nuk e kanë ditë e unë që ky jam, do të thotë që i kam dërgu një mori provash që kanë qenë para se mu inicu akuza kundër Ramush Haradinajt, që pjesa më e madhe e atyre që kanë qenë të pretenduar si kinse civil, kanë dalë paramilitar sërb me pushka edhe që kanë vrarë shqiptar. Edhe prokurori është tërheq, këta të hujt, tu e nis prej benemersorit të tjerë, as që kanë pas idenë që çka mundet me ndodh, e unë thjesht kam shku në Deçan, i kam marrë prej kryetarit të mbrojtjes drejtave të njeriut, zotit Berisha, atje që ka qenë, i kemi dorëzu originalet, prokurori ka hek dorë prej një mori akuzash. Nuk është që ata nuk i kanë di, ata s'kën ka dojnë me di, se nëse e folim të sinqertën, ata shtak të di se ç'është kanë qenë gjitha këtu. Po problemi është ata nuk dojnë. Nasem, avokat duhet me kërku ndihmë që kanë kufizun, avokat e kanë kufizun e numrin e punëtorë, nuk ka thjesht, për që kjo s'ka e ka thunë Shteti me organizu grupit, shteti duhet me organizu një ekip të avokatër që po duti, atë të bojnë bashkë. Shteti në shtamunet të bjenë ndërhyrje. Atë të bojnë iniciativë dhe përshkojnë në qeverisë, për në intereson kush është. Atë shkojmë të bëjmë kërkesën. Po, ju kishit edhe një peticion. Ajda, keni pyetje para se të kalojmë te kastritit, të lutem. Atë na thonë avokatë e ujë, se në avokatët tonë, a kupton? Po jo të ujën, ata Unë e vjerë keq, po më kom avokatë tonë, në prona e tonë, në procesin tonë, që ka mësu të shmitorin që othirrat e në kokuna i me e me mësu, se që duhet me folë për më ndenu mu. Dhe pastaj ku të shmitori ma vunë, e ndroj qatin e ndrëshasin ajë. Atje në mrana që ka të dhe mrana hetusit të prokurorit pranaj, këta shpikoj këto që më ndasht të thonë, ku kanë marrë për parën erë ato, a i ka thonë kërkollë materialit janë shmitosh ja u bjenë. Avokati i jonë i Kosovës shqiptar, Për cilin avokat, ka po flisnim. dëmtu diçka nëse kuptova drejt? Mirë me thelbin e problemit. Avokat, po. Edhe i ka dërgu materiale? Po, i ka dërgu, po për mojë këtë pavlerë, që mund të sanë se ka po. Po jo, mëre dush me a thonë emnin, se atëre për përfshien shumë njerë Po që... duper me a thonë emnin edhe po të më more se ka mirëna me prokurorin o Leron. Që ma të sa... Këtu është pyetja, ajda, prapë se... Ti e din si duhet me ditë, edhe unë e di si duhet me ditë, e atë janë dokumentet që i komorën komplet, jashtë mbrojtëve tjerë. Unë i di mëre, po kur dikush damton një pjesëtar të UÇK-s në gjykatë speciale thjesht uja emnin, ose që ma mesazh emnin as si Ka po panika këtë prokurorin, sa ma shpejt, më mund me mbyllë me votin ka. Nasim, Po do me përmanë. Qeveria, da du të me pranu to, nuk ka lidhje lidhje tona, që me pranu, qeveria nuk ko interesur me bu një hatë ma shumë. Tu e konfirmi. To ma për të bënë amre në mesazh. Nasim, që ma mesazh emnin e tina unë jabri publike. O borën e ti disë në shtuda me po hesh publike, po qerti që e ko bujtë, s'du më morë me ta. Po edhe unë nuk tutla, po jo të na me alu du njerës Me të ikë si qëfar ciloni. Strasburg. Ama më shtire na, ja semi na avokat të Kosovë, dhe s'na kanë morë një për të ka shkërkes. Ata avokat të Kosovë, ata t'ju shkojnë njerëzve që Jo, Nasim, për përfundoj, nuk thash që po shkon... Tu ofrojnë më që kërkojnë të refuzon mbrojtjen e ndihmës. Nuk thash që po shkon keq, po thash mundet me... Problemet e pagesa, niko, ku problemet e Nasim, pagesa. mundet me qenë ndihmes. Ju dini që avokati i 4 veselit për pagese ka shu punën. Po mirë dhe bolli ka marrë beneversori 4 milion euro për kur që heq. Një norme taksative normal, është i lloj i tillë. Zotri Beneversori ka marrë 4.2 milion euro këtu e mbrojt të veselin e s'ka po përfar punë. Do përmendja sa euro ka marrë, po jo bërë. hipokrizi
me domin që shkaktohet Kosovë. Po unë e po të thamë. Me ngritë Ka zorin punu, ata. Ka punu të kundër të në asaj që dash me punu Benemersoni, jo nësem. E kemi një pyetje që më herët e bëm edhe nuk morëm përgjigje. Ju tregua që jeni duke shku në gjykatën e Strasburgut, për një padrejtësi është atje, për një padrejtësi që tu është bërë. Ankesa eme o pranume, do të veç o pranume, kërgonet, Veç ka me unë e nënshkru, marrë po të vetëm toma. me nënshkru edhe njerë që ajo o pranume.